Rritja e temperaturave ka bërë që në pediatrinë e Spitalit Rajonal të Shkodrës të ketë një dyndje vizitash. Sipas mjekëve në një ditë pranë pavionit të pediatrisë, ka 35 deri në 40 vizita, ndërsa rastet e shtrimit janë më të pakta. Mjekët pohojnë se krahasuar me një vit më parë, në të njëjtën periudhë, vihet re një rënje e numrit të fëmijëve të shtruar. Ka një tendencë të rritjeve të paraqitjeve të fëmijëve që vinë në repartin tonë të terapisë ditore. Vizitat janë shtu, tendenca është ashtu e vizitave që vinë në repartin e terapisë ditore. Ka ditë që kena pasur edhe 30, ka ditë që 35 edhe 40. Nga ana tjetër, mjekët japin edhe sugjerimet e nevojshme për prindrit, të cilët duhet të tregojnë kujdes gjatë periudhës së pushimeve. Pra duhet që vazhdimisht të marrin lagje, kryesisht lagje të freskëta dhe ujë, çaj, pa u fut në këto detaje dhe gjërat e konservuara, të mbahen fresk dhe kryesisht me veshje pamukut. Dhe për këto që shkojnë nëpër plazhe më duhet të kenë shumë kujdes në ekspozimin e fëmijëve në diell. Stina e verës është periudha kur fëmijët janë më të predispozuar për të prekur nga virozat.